Bashkëpunëtori i ngushtë i Donald Trump, Richard Grenell, ka shpërndarë në rrjetin social një mesazh kritik të kryeministrit shqiptar në lidhje me ndalimin nga ana e Gjykatës Speciale të Kosovës të ish-presidentit Hashim Thaçi për të marrë pjesë në varrimin e të Atit, një poshtrim i ri nga një tribunal i turpshëm dhe i paturp që e ka shndërruar drejtësinë ndërkombëtare në një farsë, të drejta demokratike në fjalë boshe dhe vullnetin e mirë të kuvendit Kosovës në bumerangun më brutal, shkruante Rama në mesazhin i cili është rishpërndarë nga zyrtari i afërt i presidentit Trump, dhe këtu s'ka ndonjë gjë për t'u habitur si është i njohur qëndrimi parimisht skeptik i republikanëve amerikanë ndaj korpusit të drejtësisë dhe ndaj prokurorëve e gjyqtarëve amerikanë në veçanti. Saga hetimore e gjyqësore me mbi 90 akuza penale ndaj Donald Trump rrezikoi ta çonte atë në burg në vjeshtën e vitit të shkuar. Vetëm fitoria e presidencës më 5 nëntore shpëtoi Trumpin nga prangat thuajse të sigurta që po përgatiteshin në disa shtete të SBA-s. Reagimi i Grenell ndërkaq pasqyron jo vetëm këtë kulturë mohimi të qeverisësve aktual në Amerikë ndaj një pjese të drejtësisë së vendit të tyre, por më gjerësisht edhe ndaj proceseve të tjera gjyqësore ku ndodhen të përfshirë aleat potencial të Trump në përbot, apo edhe zyrtarë që shihen me sy të mirë në Washington. Prej vitesh Grenell është shprehur kundër procesit ndaj Hashim Thaçit, çka shtoi zërat se një fitore e Trump në zgjedhje do të ishte ndër të tjera edhe një liri e afërt për ish-presidentin kosovar. Duke zgjeruar optikën e reagimit të Richard Grenell, ajo çka na tregon dalja e tij në krah të Hashim Thaçit është alergjia as pak e fshehur e administratës aktuale amerikane ndaj teprimeve që sipas tyre sistemet e drejtësisë në vendet e treta po tregojnë ndaj politikës, biznesit e mediave. Ky qëndrim është pjesë e fushatës kundër prokurorëve dhe gjykatësve që Trump ka ndërmarrë në SBA, duke premtuar se do t'i ndërshkojë ata që ngritën ndaj tij 10 akuza të rënda, por të cilat ranë si me magji sapo ai fitoi zgjedhjet. Këtu në Shqipëri amerikanët kanë heshtur pas fitores elektorale të Donald Trump ndaj zhvillimeve të vrrullshme që kanë përfshirë sistemet e drejtësisë tonë të re, i cili së fundmi është në kurs për plasje edhe me aleatin e saj kryesor mes elitës politike, shumicën qeverisëse të majt. Asnjë deklarat nuk shënohet nga ambasada amerikane, aq më pak nga institucionet në Washington, pasi arrestimi i pagjyqi i kryebashkiakut Veliaj provokoi një reagim të ashpër të kryeministrit Rama ndaj SPAK-ut që vijon prej javësh. Duke mos prekur pjesën e hetimit, Rama ka pasur kritika të ashpra ndaj drejtësisë së re për faktin se po aplikon një standard të ashpër paraburgimi për kryebashkiakun e Tiranës. Rastet e Berishës, Metës dhe Veliajt, ku të hetuarit janë arrestuar e burgosur pa u shpallur të pandehur, janë shtuar ngjarjeve të tjera të debatueshme, siç që përgjimi i antarëve të gjykatës kushtetuese pa vendim gjykate. Rama i kujtoi të mërkurën Altin Dumanit se tashmë ai ka në dorë një shpatë që ja dham ne. I kujtoi edhe periudhën kur ishte prokuror dhe nuk bënte këto hetime arrestime që bën sot. Një apel që tingëllon edhe si një tërheqje vëmendje se cili është në të vërtetë autori dhe pronari i shpatës që mban sot në dorë drejtësia e re. E gjitha kjo shernaj në distancë mes qeverisë dhe SPAK-ut ka ndodhur pas ngritjes së stekës së hetimeve të drejtësisë së re ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë, hetime të cilat kanë vendosur lupën e opinionit publik edhe mbi vetë prokurorët e gjyqtarët. Shqipëria po konfirmohet edhe një herë si vendi i ekstremeve. Në harkun e pak viteve po kalojmë nga një sistem i dominuar nga partitokracia ku nuk dënoi askush në një ligj xhunglet vendosur me dorën e hekur të drejtësisë së re, e cila arreston, përgjon e dënon, cili ndo me standarde që në disa aspekte ngjajnë teatrale dhe të sforcuara. Shihni vendimin e Strasburgut për Thoma Gëllçin, apo nëse doni të dini se sa selektiv dhe a la carte është ky grushti i hekurt i drejtësisë speciale, shihni edhe vendimin tjetër të Strasburgut për 21 janarin që shpërfillet nga SPAK si të ishte një cop letër bakalli. Me sjellje së zellshme ndaj Gëllçit dhe heshtjes për 21 janarin apo edhe për Gërdecin, të krijohet përshtypja se ka një qasje selektive të drejtësisë së re ndaj atyre dosjeve të nxehta që kanë mbajtur pezull shqiptarët për dekada të tëra e që kanë qenë ndër shtysat kryesore për vetë reformën në drejtësi pas vitit 2013. Në këtë kontekst edhe postimi i mesazhit të Ramës nga Grenell në duke i largët nga konteksti shqiptar në fakt nuk është i tillë. Amerikanët që qeverisin sot në Washington kanë alergji të shprehur ndaj gjykatave e prokurorëve që ashtu si në rastin e Hashim Thaçit tregojnë një zell të tepruar për të zgjatur listën e akuzave dhe bërë presion mbi të akuzuarit. Pas 9 viteve që paketa kushtetuese e reformës në drejtësi u votua në kuvend, është koha që drejtësia e re shqiptare të gjejë
dhe ndjek ekuilibrin e brisht mes të drejtave dhe hetimit e dënimit të krimit e korrupsionit. Administrata e sotme Trump e përmend çdo ditë këtë mesazh të fortë ndaj sistemit të saj të drejtësisë, me ose pa të drejtë në mënyrë normale apo edhe duke politizuar e shtyr për te linjave. Kjo skakierkuluan politika dhe ligji, politikani dhe prokuroria e gjyqtari është shumë komplekse dhe delikate dhe ndjeshme. Duhet një sens mase dhe vetëpërmbajtje, ku ne shqiptarët kemi dëshmuar historikisht e në mënyrë të përsëritur se jemi të pazotët të sillemi kujdesshëm. Dhe po na ra në dorë shpata, duam ta përdorin siç duam, jo siç duhet.